Mirë se erdhët të dashur peshor në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Sot kam zgjedhur një temë për t'ju qortuar, ta them kështu. Një zgjim, një këshilla se çfarë duhet të ndryshoni tek vetja juaj që jeta juaj të ecë përpara. Ndonjëherë të dashur peshor, nuk janë rrethanat ato që na mbajnë në vend, por mënyra se si mendojmë, si reagojmë dhe zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Le të shohim çfarë mesazhi kanë letrat për ju. Filloj me 9 të ajrit. Ky lexim fillon me një letër që flet për mendjen tënde. Ti je një njeri që mendon shumë, por problemi nuk është se mendon. Problemi është se shpesh mendon më shumë për atë që mund të ndodhë, se sa për atë që po ndodh realisht. Sa herë ke kapur veten duke krijuar skenare në kokë, duke imagjinuar si mund të reagojë dikush, çfarë mund të shkojë keq, ose si mund të përfundojë një situatë pa ndodhur ende asgjë. Këto letra më tregojnë se kjo të lodh më shumë se sa vetë problemet. Ka raste kur një situatë zgjidhet brenda pak minutash, ndërsa ti ke kaluar ditë të tëra duke u shqetësuar për të. Kjo letër nuk të kërkon të mos mendosh, peshor. Të kërkon të dallosh ndryshimin mes analizës dhe mbi ngarkesës. Sepse kur mendja nuk pushon kurrë, edhe zemra fillon të lodhet, peshor. Dhe pikërisht kur e kupton këtë, del letra tjetër, që tregon nga e ka zanafillën kjo mënyrë e të menduarit. Ati, quhet letra. Kjo letër flet për themelet e karakterit tënd. Më duket sikur shumë nga vendimet që merr sot ndikohen nga mënyra se si je rritur, nga përgjegjësitë që ke pasur, ose nga njerëzit që kanë lënë gjurmë në jetën tënde. Do shte mësuar të jesh gjithmonë ai që mban ekuilibrin, ajo që nuk krijon probleme, ajo që përpiqet të rregullojë gjërat dhe kur nuk është apo nuk ka qenë detyra jote. Dhe kjo të ka krijuar një zakon. Shpesh ndjen përgjegjësi edhe për gjërat që nuk kanë fare të bëjnë, apo që nuk varren nga ti. Mendon se duhet të zgjedhësh konfliktet e të tjerëve, të mbash familjen bashkë, të qetësosh njerëzit, të kuptosh të gjithë. Pyetja që të bëjnë letrat, dhe kjo këtu është shumë e thjeshtë. Kush kujdeset për ty? Sepse kur kalon vite duke u kujdesur për të gjithë, rrezikon të harrosh çfarë të duhet në fakt ty për të qenë mirë. Dhe kjo lodhje fillon të shfaqet në letrën tjetër. Do thot vazhdojmë, peshore, shtatshi i ujit. Flet për emocionet që nuk janë shprehur plotësisht. Nuk je njeri që shpërthen lehtë, shpesh zgjedh të heshësh për të mos e rënduar situatën. Mendon se koha do ta rregullojë, se do të kalojë, por jo çdo gjë kalon vetëm sepse nuk flitet. Ka zhgënjime që mbeten, ka fjalë që nuk janë thënë. Ka ndjenje që vazhdojnë të jetojnë brenda njeriut edhe kur ai sillet sikur gjithçka është në rregull. Letrat nuk të thonë të jetosh me të kaluarën. Të thonë të mos e fshehësh atë, sepse emocionet të dashur peshor nuk përballohen. Që nuk përballohen, zakonisht kthehen në lodhje, mungesë durimi ose boshllëku ose depresioni. Dhe pikërisht kur fillon të pranosh këtë histori, ta pranosh këtë me kuptimin e plot të fjalës, atëherë historia ndryshon. Apo rrjedha e jetës tënde, vetja. Kjo është letra më e rëndësishme e këtij leximi, sepse të ndalon të dashur peshor përballë vetes. Ke një zakon të bukur, por ndonjëherë të dëmton. Përpiqesh të jesh versionin që u pëlqen të gjithëve. Përshtatesh, kupton, fal, lëshon pe.
Dhe këtë e bën sepse nuk të pëlqejnë konfliktet. Por pyetja është, sa herë ke bërë paqe me të tjerët duke prishur paqen me veten? Ka raste kur ke thënë po, ndërkohë që brenda vetes dohet të thoshe jo. Ka raste kur ke heshtur jo sepse nuk kishe çfarë të thoshe, por sepse kishe frikë të mos prishej marrëdhënia. Ky letër të kujton se nuk mund të ndërtosh një jetë të qetë duke tradhtuar vazhdimisht veten peshor. Dhe vdekja apo rilindja, fundi apo rilindja, mos u trëm nga emri i kësaj letre. Ajo nuk flet për funde dramatike, flet për fundin e zakoneve që nuk të shërbejnë më. Çdo njeri arrin një moment kur duhet të pyes veten, çfarë verzioni vetes nuk më përfaqëson më. Ndoshta është njeriu që kërkon gjithmonë miratimin e të tjerëve, ndoshta ai që nuk vendos kufi, ndoshta ai që fal gjithçka nga frika se mos mbetet vetëm. Kjo letër të thotë se nuk mund të fillosh një kapitull të ri duke jetuar ende sipas rregullave të kapitullit të vjetër. Rritja gjithmonë kërkon të lësh diçka pas, edhe kur ajo gjë të ka shoqëruar për shumë vite, të dashur peshor. Dhe dalim tek emocionet. Leximi juaj mbyllet me një letër që të rikthen tek zemra, sepse në fund të fundit nuk je njeri që kërkon pasuri apo famë mbi gjithçka. Kërkon qetësi, kërkon marrëdhënie të sinqerta, kërkon njerëz pranë të cilëve nuk ke nevojë të shtiresh. Kjo letër të kujton emocionet, nuk janë dobësi, por duhet të mësojmë të drejtojmë jetën në bashkëpunim me arsyen e jo ta sundojnë atë. Kur mëson të dëgjosh veten peshor, të vendosësh kufi dhe të mos ndihesh në faj për këtë, edhe marrëdhëniet me të tjerët bëhen më të shëndetshme. Sepse njerëzit nuk respektojnë më pak kur thua jo. Shpesh të respektojnë më shumë kur e thua atë që ndjen. Peshor, këto letra tregojnë historinë e njeriu që përpiqet të mbajë gjithçka në ekuilibër, por shpesh e bën këtë duke sakrifikuar veten. Si mund të ndryshosh të ecësh përpara? Mos mendo më shumë se sa ç'duhet. Mos mbaj përgjegjësi që nuk të takojnë. Mos i fsheh emocion për të ruajtur qetësinë. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë dhe pa e kuptuar të largohesh nga vetja. Mesazhi i këtyre letrave është shumë i qartë. Nuk ke nevojë të ndryshosh zemrën tënde të mirë. Ke nevojë të ndryshosh mënyrën se si e mbron atë. Sepse jeta jote do të ecë përpara ditën që do të kuptosh se nuk je përgjegjës për lumturinë të gjithëve. Je përgjegjës vetëm që të mos u mbasësh veten, duke u përpjekur të shpëtosh të gjithë.